Është shumë interesante mësoni se çfarë bën skifteri kur shkon 40 vjeç. Kur skifteri mbush 40 vjeç, thonjtë e tij u mbasin elasticitetin dhe fuqinë. Kështu ata e kanë të pamundur ta zëmpren, e cila është burimi kryesor i ushqimit. Në këtë moshë, sqepi i skifterit fillon të lakohet duke mos e kryer më funksionin e tij. Krahët e tij të rënda për shkak të peshës së puplave ja vështirësojnë fluturimin. Këto kushte e detyrojnë skifterin të ndërmarrë një vendim të vështirë. Por çfarë bën skifteri? Ai fluturon në majën më të lartë, ku edhe ndërton folen. Si fillim nis të godas sqepin në shkëmbinj derisa ai thyet. Pasi ta ketë thyer sqepin, pret derisa ti rritet sërish. Me sqepin e ri fillon dhe shkul kthetrat e këmbëve. Pasi ti e rritur kthetrat, fillon të shkul puplat e vjetra. 5 muaj më pas, skifteri kthehet sërish fluturimit në qiell, si të kishte lindur për së dyti. Ky ndryshim i dhimbshëm e bën të jetoj edhe për 30 vite të tjera.